të imunitetit rregullore në Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit në pajtim me nenin 106 paragrafi 2 të rregullores Kuvendit dhe në pajtim me vendimin e mbledhjes plenare të mbajtur më 27 prill, shqyrtoi dokumentacionin e kandidatëve të nominuar për President të Republikës Kosovës, zonja Feride Rushiti dhe zonja Hatixhe Hoxha në lidhje me plotësimin e kushteve të parapara me dispozitat e Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe me ligjin për Presidentin e Republikës Kosovës për të zgjedhur President të Republikës së Kosovës. Komisioni pas shqyrtimit dhe dokumentacionit të prezantuar konstaton unanimisht që kandidatët e nominuar për President të Republikës Kosovës, zonja Feride Rushiti dhe zonja Hatixhe Hoxha i plotësojnë kushtet e parapara me dispozitat e Kushtetutës dhe të ligjit për Presidentin e Republikës Kosovës, prandaj mund të procedohet zonja kryetare me votimin e kandidatëve të nominuar për President të Republikës Kosovës. Ju falemnderit. Faleminderit i nderuar zëvendës kryetar Qorolli. Edhe njëherë e ftoj opozitën që të jenë të pranishëm në këtë seancë.